Të nderuar kolegë deputet, uluni. Uluni të vazhdojmë, sepse është hapja e sesionit dhe është një seancë solemne. Respektoni kuvendin. Të nderuar kolegë deputet, sot nisim sesionin e dytë të legislaturës së 11. Ju uroj një vit të mbar, shëndet edhe mbarësi në familjet tuaja dhe në çdo familje shqiptare. Uroj që ky vit jetë një vit pune i mirë, me më shumë qetësi institucionale dhe me më shumë rezultate që do të ndjejnë jetën e qytetarëve. Në këtë kuvend na ka sjell besimi i qytetarëve nga të gjitha anët e vendit. Ata presin që ne të mbajmë parasysh interesat e tyre dhe interesat e vendit. Të ngjiresh, kujdes, kur propozojmë apo miratojmë ligje, të rinjt duan të binden se nismëria për ta është më e mirë këtu në krahasim me çdo opsion tjetër. Të moshuarit duan të sigurohen se mundi i viteve të punës do të shpërblehet me ditë të bardha. Qytetarët në qytet apo në fshat kërkojnë siguri dhe standarde gjithnjë më të mira shërbime publike dhe infrastrukturës. Agenda integruese në Bashkimin Evropian, që do të jetë kryefjala dhe në këtë sesion të ri, ka potencial të jashtëzakonshëm për të dhënë përgjigje për sfidat e shoqërisë shqiptare dhe për të kthyer në një narrativ kombëtare entuziaste. Ky sesion nuk është thjesht vazhdimi i një kalendari, është një provë dytë, provë pjekurisë son parlamentare, e standardeve që pret shoqëria prej nesh dhe aftësisë për ta kthyer momentin evropian të Shqipërisë në ligje të mira, institucione më të forta dhe një dialog politik më dinjitos. Gjatë sesionit të parë u përballëm me një ngarkesë të konsiderueshme pune dhe me një agjendë të ngjeshur ligjvënëse dhe mbikëqyrëse. Por le ta pranojmë me sinqeritet, krahas volumit punës, kemi pasur shpesh edhe një mbi ngarkesë politike larg funksionit tonë dhe larg nevojave reale të qytetarëve. Në vitin që vjen do të ketë më shumë ligje për shqyrtuar, më shumë detyra për komisionet, më shumë raporte dhe kontroll, më shumë monitorim të reformave dhe më shumë pritshmëri nga publiku. Do të ketë edhe më shumë sfida politike, por detyra jonë është ta mbajmë kuvendin në rolin e vet. Një institucion që prodhon zgjidhje dhe standarde, jo zhurmë. Gjatë sesionit kaluar zhvilluam 18 seanca plenare, miratuam 41 ligje dhe 59 vendime, u zhvilluan 2 interpelanca dhe 2 mocione me debat. Deputetët e shumicës mbajtën 229 diskutime me kozjati rreth 40 orë, ndërsa deputetët e opozitës 330 diskutime me kozjati rreth 48 orë. Falenderoj të gjithë kolegët deputet, administratën parlamentare dhe strukturat mbështetëse, sepse pavarësisht tensioneve, ky kuvend ka vijuar të funksionojë, të vendosë dhe të prodhojë. Por këtë vit na duhet diçka më shumë fokus dhe më shumë disiplinë dhe agendës europiane. Një parlament europian nuk matet vetëm me numrin e ligjeve që miraton, por dhe me kulturën që përçon. Ne nuk mund të kërkojmë standarde europiane nga shoqëria nëse brenda kësaj salle nuk vendosin standarde të reja të sjelljes dhe të respektit institucional. Për këtë arsye duhet ta riteksoj qartë. Gjua e urrëties, fyerjet, personalizimi i debatit, përçmimi, përbaltja nuk mund të normalizohen dhe nuk do të shiten si politikë fortë. Nuk janë forcë, janë dobësi. Një dobësi që parlamentet evropiane dhe Bashkimit Evropian e kanë lënë pas prej dekadash. Si kryetari i kuvendit do të vazhdoj të ushtroj detyrën me përkushtim dhe pa anësi, me bindjen se shumica dhe pakica dallojnë nga fuqia vendimarrëse, por jo nga të drejtat, jo nga mundësitë për të folur, jo nga qasja në proces, jo nga standardi institucional që meriton secili deputet. Kjo është baza e një kuvendi që fiton autoritet. Europa ka qenë fokusi kryesor i veprimtarisë sonë dhe do të mbetet i tillë. Shqipëria sot është në një fazë të re, fazën ku nuk flasim më vetëm për rrugtim, por për hyrje. Një proces integrimi nga proces integrimi në proces antarësimi. Ky ndryshim kërkon më shumë përgjegjësi, më shumë koordinim institucional dhe një konsensus politik më të gjerë për çështje strategjike. Si sulodhe o burideut. Objektivi ynë është i qartë, mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027 dhe antarësim brenda kësaj dekade. Në këtë kuadër,
Kuvendi duhet bëjë dy gjëra njëkohësisht: të përshpejtojë përafrimin ligjor, pa komprometuar cilësinë e ligjit, të rrisë kontrollin mbi zbatimin, sepse në Bashkimin Evropian nuk mjafton të miratosh, duhet provosh se ligji funksionon. Kjo do të thotë se sesioni i ri duhet të jetë sesioni ku kontrolli post-legislativ bëhet praktike e qëndrueshme, ligjet maten jo vetëm në sallë, por dhe në terren, te qytetarit, te biznesit, te shërbimi publik. Gjatë sesionit kaluar vijoi bashkëpunimi funksional me institucionet e pavarura dhe u përmbyll raportimi i 27 institucioneve. Kjo nuk është një rutinë procedurale, është mënyra se si Kuvendi mban gjallë ekuilibrat kushtetues dhe garanton që institucionet të funksionojnë si mbrojtës të interesit publik. Mbështetja ndaj institucioneve të drejtësisë mbetet e palëkundur. Sot kemi një drejtësi të re të pangjashme me atë të trashëguar. Kuvendi ka një rol kyç në sfidën për ruajtjen e pavarësisë të institucioneve dhe forcimin e mekanizmave të llogaridhënies. Sesioni që nisim sot do të udhëhiqet nga disa ndryshime drejtime të qarta pune. E para, agenda e integrimit evropian si prioritet i padiskutueshëm, diplomacia parlamentare si rrjet besimi për antarësimin, mbikëqyrje më e fortë, më e dobishme, më pak formale dhe modernizim dhe transparencë. Një kuvend i hapur 24/7 përmes teknologjisë. Sot teknologjia nuk është luks, është mjet për të sjellë kuvendin më pranë qytetarëve. Të nderuar kolegë deputet, na pret një volum i madh pune, por ky volum është privilegj dhe përgjegjësi, sepse kemi në dorë një kapitull historik, të afrojmë Shqipërinë me Europën, jo vetëm si aspirat, por si standard. Në fund të kësaj legislature, Kuvendi duhet të jetë më i respektuar, më funksional, më i hapur dhe më europian në etik, në procedurë, në cilësinë e debatit dhe në shërbimin ndaj qytetarëve. Përpara sfidave të mëdha kombëtare, nuk jemi thjesht shumicë apo pakicë, jemi bija së njëjtës Shqipëri që duhet të ecë me dinjitet drejt të njëjtit destinacion, Shqipërisë antare të Bashkimit Evropian. Ju uroj punë të mbarë dhe suksese në këtë sesion parlamentar.